Një paralajmërim nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të vendosur tarifa të reja ndaj 8 aleatëve që kundërshtojnë propozimin e tij për marrjen e Groenlandës është dënuar nga udhëheqësit evropian. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer tha se ky veprim ishte krejtësisht i gabuar. Starmer tha se zbatimi i tarifave ndaj aleatëve për të ndjekur sigurinë kolektive të aleatëve të NATO-s është krejtësisht i gabuar. Sigurisht që do të ndjekim këtë çështje drejt për drejt me administratën amerikane, theksoi kryeministri britanik, ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron e quajti atë të papranueshëm. Shefja e politikës jashtme të BE-s Kaja Kallas tha se Kina dhe Rusia duhet të jenë duke kaluar një ditë të mbar pas njoftimit të Trump për t'i vendosur tarifa vendeve europiane. Ato janë vendet që përfitojnë nga përçarjet midis aleatëve, shkroi ajo në rrjetin social X. Komentat erdhën pasi Trump njoftoi se një tarifë prej 10% për mallrat nga Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Finlanda do të hynte në fuqi më një shkurt, por më vonë mund të rritet në 25% dhe do të zgjaset derisa të arrijë një marrëveshje për marrjen e Groenlandës. Trump këmbguli se territori autonom danez është kritik për sigurinë e SBA-s dhe nuk e ka përjashtuar marrjen e tij me forcë. Pas kërcënimeve të Trump, Bashkimi Evropian thirrri një takim urgjent për në Bruksel këtë të diel. Takimi do të përfshijë të dërguar nga 27 vende të BE-s, sipas agjencisë së lajmeve Reuters.